Miqtë Prizmës. Këto ditë të Pelena në jug të Shqipërisë, po sidomos në Krujë, ka pas zjarre masive. Bile Kruja është rrezikuar seriozisht qyteti, po në saj të mobilizimit forcave, 3 helikopterëve, po sidomos forcave të emergjencës edhe emergjencës civile dhe zjarfiksave, ushtrisë, dhjetra forcave, dhjetra zjarfikseve, si që thashtë edhe 3 helikopterëve, u bëhe mundur që mos digjet qyteti. U evakuan një pjesë e periferisë, por zjarri u fikë. Nuk është zjarr natyror, ishte zjarri vendosur nga një 7 vjeçar. Dhe hetimet e mëvonshme do nxjerrin që është edhe i porositur. Sepse sigurisht në Shqipëri ka filluar edhe turizmi i piromanisë, i zjarrvënës për të acaruar njerëzit që të çohen në protest kundra qeverisë Edi Ramës dhe për t'u bashkuar flamingove në bulevard. Është një diçka piromani kriminal shqiptar në natyrën e tij zjarrvënëse, dhe është diçka tjetër piromania politike. Po shikoja një mema që me origjinë është nga Kruja, e cila po mundohesh të bënte politikat e zjarrvënies, po duke akuzuar qeverinë. Në fund krejt pajtohet me faktin që zjarfiksit kishin bërë namin sepse i ka parë me sytë e veta, po deri atëherë po shante qeverinë dhe po jepte postime mas postimes për djegjen e Krujës, duke parë qartë dhe pastër që aty ishin 2 ministra, ishte i gjithë emergjenca civile, ishin të gjithë zjarfiksat, bile kishte zjarfikse që kishin ardhur nga Shkodra, nga Malësia, nga Lezhë, nga Tirana, për të fikur malin e Krujës. I shifnin mirë dhe vazhdonin po të njëjtat muhabete. Piromani politike e Elena Koçaqiut, e cila thotë çohemi të hedhim këtë qeveri. E imagjino të shi çfarë historianet edhe çfarë njeriu politik është një, ku diun çfarë them tash, një kafshë politike si puna e kësaj. Ja me kuptimin fyerës, po me atë që thot Aristoteli, cilin kjo nuk e beson, sigurisht se sipas saj nuk ekzistojnë grekët, as ekziston historia e lashtë, as greke, po ka vetëm histori shqiptare. Këtë lloj historie ka mësuar kjo, dhe me këtë i fshet edhe idiotëve patriotizmin. Dhe bën tash edhe politikën, e provoi të përfaqësohesh politikisht dhe mori vetëm 80 vota. Imagjinoni tash piromane politike si puna e Elena Koçaqiut. E provoi me atë Zhakun, nuk e di se kush ishte. Dhe imagjino se sa ju besoi publiku shqiptar, sa ju besoi elektorati shqiptar një të shmendure politike, piromane politike si Elena Koçaqi. Pastaj po shikoja atë qorrin i cili rrinte përballë dhe thote, po e lejojmë, punojmë, thotë, por ama ishte duke bërë politik, piromanie politike. Gati le shfaji, sikur qeveria po e dishte, sikur qeveria nuk o bënte asgjë, kur e din shumë mirë që emergjenca civile, zjarfiksit, ushtria po punojnë për të fikur zjarret. Njerëz piroman politik si ky qorri, marksist-leninist, ky qorri i cili është i sponsorizuar nga The Left, pjesa më bolshevike, më komuniste e Bashkimit Evropian, po bënte piromanin politik. Pasti po shifja atë Demirajn, kolonelin e famshëm, të acaruar dikur ka qenë me anë Bashës edhe ministër. Ky tipi tash i bën të acarurin e Edi Ramës. Edhe ky përbetohet që duhet të rrëzohemi njerëz që po djegin Shqipërinë, që kanë vendosur që Shqipëria të digjet, dhe që është qeveria shqiptare dhe Edi Rama. Këta të bëjnë me zor, edhe kur ti nuk e do Edi Ramën, edhe kur ti ke 1 milion vrejtje për Edi Ramën, që të rreshtohesh në krah të tij. Këta që bashkohen me piromanët në bulevard dhe ju thonë vdekje patronazhistave. Patronazhista këta vendosin gjithë kush është kundër atyre dhe kush është socialist. Pra këta ju kërkojnë gjysmës popullsisë, bile më tepër se gjysmës, ju kërkojnë poshtë tradhtar, poshtë vdekjen e tyre. Imagjinoni çfarë levendesh edhe çfarë
çfarë maskaresh politik, piroman politik janë të tillë tipa. Sigurisht që këta duhen ndalur, po sigurisht që këta diskreditohen. Diskreditohen në të gjitha mënyrat, sepse kështu flitet për piromani politike, flasin të gjithë. Flasin edhe ato të llapajt, flet edhe Partia Demokratike, ai Kalaja, bashkë me këto të tjerë që shikojnë Krujën duke u djegur, shikojnë se çfarë është duke u bërë, shikojnë se si përpiqen, çfarë është duke bërë shteti për ta shpëtuar dhe prapse pa në mënyrë absurde bëjnë piromanin politik. E kuptojnë që atje është mobilizuar gjithë shteti për të fikur. Dihet shumë mirë se e kuptojnë gjithë se nuk ka shtet që djeg veten e vet. Dhe nuk mund vetë, po janë piroman të porositur, sepse kështu ju leverdis këtyre, kjo lloj politike ju leverdis, se kështu kujtojnë se mund të marrin pushtetin, kështu kujtojnë se shoqëria shqiptare i beson këta. Këta që thonë që po e djeg, e di Rama Krujën, sepse është piroman politik, do që ta zbrazi Krujën, që ta shesi Krujën, që t'ja shesi një vendi tjetër, Izraelit, nuk e di se kujt do t'ja shite, sipas një idiote që fliste në chatin e saj, në TikTokun e saj dhe në Facebookun e saj. Imagjinoni çfarë kafshësh janë, çfarë monstrosh piroman politik janë. Dhe këtyre ju bashkohen dhe kryetar partie, ju bashkohen edhe njerëz që përfaqësojnë politikisht, që përfaqësojnë dhe historinë si ajo Koçaqia. Të çohemi thotë se Kruja po digjet nga papërgjithshmëria e një qeverie. E imagjinoni çfarë letyre është, kësaj ti besosh tash drejtimin e shtetit. Kësaj duhet me i besu kësaj tipes piromanes politike, ti besosh të drejtoj nesër Shqipërinë. Kësaj patriotes madhe që e merr historinë e shtaklon, e kthen si dojë kjo, e shprish në gjitha mënyrat për patriotizëm. Bën anti-greken duke pasur mbiemrin Koçaqi. Imagjinoni tash çfarë edhe Eleni. Dhe që ka 1000 histori idiotesh dhe budalliqesh në familjen e saj. Vdekesh edhe marzirash. Bën profesoreshën e madhe, doktoreshën e madhe. Në të vërtetë nuk është askur gjë tjetër veç se një piromane politike. Çfarë dallimi ka nga i plaku ose nga i tjetri në Tepelen, edhe kudo që kanë vuzjarin dikur në Delvin, njerëz që sigurisht mund të marrin edhe porosi, digje këtë. Se plakje, pak kanë për të futur në burg, edhe po të futur në burg t'japim ne para. Ju ngjajnë atyre që hidhin dikur shtyllat në erë. Edhe këta duan me anë të piromanisë politike të grumbullojnë protestën. Duke qenë piroman politik, duan që të mbledhin njerëz në protestë. Duan që të rrëzojnë regjimin e Edi Ramës edhe regjimin e patronazhistave edhe regjimin e Partisë Socialiste dhe majorancës duke bërë piromani politike. Ku ka më idiot se sa këta? Ku ka më njerëz bastard, më të shpërfituar politikisht edhe moralisht se sa këta tipët. Këta janë gati të djegin Shqipërinë sepse urrejnë. Këta kanë urrejtjen gjën kryesore në trup, në shpirtin, në zemrën e tyre. I ka mbytur urrejtja, po i vdes ditë për ditë dhe nuk e kuptojnë. Çfarë t'ju bësh? Nuk e çaj bën, ata duhet t'i largohen, nuk e di, vdekjes politike dhe vdekjes morale vetë, përndryshe nuk ka askërkush që t'i shpëtoj. Nuk ka ilaç për të. Mirë po, nga piromanët politik në Facebook shpeshherë kalojnë edhe në piromanët vërtet. Dikush aty paguan dhe para, vetëm për të krijuar zjarr. Dhe që këtë zjarr ta shfrytëzojnë pastaj për të akuzuar qeverinë. Janë dhe të tillë që kur rrinë, i shef që rrinë përballë Krujës dhe të shikojnë, lumturohen që po digjet, sepse do t'ja veshin fajin qeverisë. Kaq të poshtër janë. I fundit, ajo pamje ishte e këtij qorrit. Imagjino çfarë politikanit, çfarë marksistit, çfarë ultramajtistit, çfarë derbederësh komunist, një komunist janë. Dakord miqtë mi, piromanët politikë janë më të rrezikshëm dhe më të poshtër se sa piromanët fizik. Ata që duan ta djegin Shqipërinë politikisht janë shumë më të rrezikshëm se ato që i vënë zjarrin pyllit. Ata që duan të djegin një pyll. Dakord?